Mbrëm në spektaklin e Big Brother VIP Albania u trajtua historia mes Brikinës dhe Mateos, duke ngjallur reagime të shumta në publik. Me njëherë pas transmetimit, familja e Brikinës reagoi me një postim të fortë në rrjetet sociale. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Në reagimin e tyre, familjarët theksojnë se fjalët e dhëna dhe marrëveshjet për të mos diskutuar të kaluarën duhet të respektohen pavarësisht rrethanave të lojës. Ata nënvizojnë se çështjet e jetës personale nuk duhet të përdoren për strategji apo përfitim publik. Ndjejmë përgjithësi të sqarojmë një parim të thjeshtë. Fjala e dhënë nuk është temë loje dhe çështje jetës personale. Nuk përdoret për strategji apo përfitim. Kur dy persona bien dakord që e kaluara të mos diskutohet, ajo marrëveshje duhet të respektohet, pavarësisht rrethanave të lojës. Vendimet që pasojnë janë pasojë thyrjes së këtij parimi, jo emocioneve apo interesave momentale. Ndër të tjera, si familje, ata thanë se qëndrojnë në mbrojtje të një parimi bazë. Fjala e dhënë respektohet dhe kufijtë personale nuk tejkalohen për strategji apo vëmendje. Respekt për të gjithë.